أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Falenderimet janë për Allahun xhalla xhelaluhu, salatet dhe selamat, përshëndetet, lutjet, duat tona më të mira janë për më të mirën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin, të birin e Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm, të cilët ishin të kënaqur me Zotin e tyre dhe Allahu ishte i kënaqur me ta, si dhe duat, lutjet tona më të mira janë për më të mirën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin, të birin e Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, dhe mbi gjithë ata sahabe dhe pasues të sunetit Resulullahit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër dhe motra, sot inshallah jemi me një temë të re në vazhdimin e ligjëratave tona ku jemi duke folur për fuqinë e besimit tek besimtari, se si arrin me transformu njeriu kur ka forcën e besimit. Nga i dopti të bën të fort, nga i pakënaquri të bën të jesh i kënaqur, nga i padurueshmi të bën të jesh i durueshëm, sprovat e kësaj bote, qoftë smujës, qoftë sprovë pasuri, qoftë në familje. Do thot, besimi është ajo e cila e ndryshon njeriu për të mirë dhe e bën edhe më të fortë, edhe më të qëndrueshëm, edhe më të vetëdijshëm, se kjo botë është e përkohshme dhe se çdo sen që ndodh me caktimin e Allahu Teala. Tema jona e sotit do të jetë inshallah në një prej veprave të zemrës. Zemra ka veprat e veta. Nuk janë vetëm veprat të cilat manifestohen nëpërmjet gjymtyrëve tona, por edhe zemra i ka veprat e veta. Dhe prej gjërave të cilat manifestohen dhe konsiderohen për veprave të zemrës është edhe niyeti, qëllimi. Çush do ta dim një vepër se a ka pas për qëllim fitimin e kënaqësisë Allahut apo fitimin e kënaqësisë së njerëzve, këtë e dim bazë të qëllimit apo niyetit të tij. Po ashtu dashuria për hir të Allahut ose urrejtja për hir të Allahut është obligim fetar dikënd me dash për hir të Zotit pse bën punë që i don Zoti, apo me urrejt për hir të Zotit për arsye se është i urrejtur nga ana e Zotit, krijuesit gjithësisë, krijuesit ton. Me po prej veprave të zemrës, edhe temet cili do t'jetë edhe sot inshallah në paraqitjen tonë para juve, është tevekuli ose pështetja në Allahun Teala. Të pështeturit në Zotin xhalla xhelaluhu është vepër prej veprave të zemrës, për cilën kanë thonë dietarët, pështetja apo tevekuli, pështetja në Allahun Teala, është besim në Zotin dhe qetësim me Zotin. Kur i pështetem unë Allahut Teala për një punë, për një çështje të caktuar, se unë i kom marrë sebepet, i kom marrë shkaqet, dhe tash nuk e di rezultati përfundimtar si do të jetë, unë e laj këtë çështje dhe i pështetem Allahut, qetësohet zemra ime. Nëse është hajër, do të ndodhe, nëse nuk është hajër, nuk është e mirë për mu, dynjan time, familjen time, fen time, Allahu kam ma largu atë punë dhe kam e mëqu ku është hajri. Zemra ime qetësohet, për arsye se e di që jem pështet Allahu Teala. Prandaj neve çdo herë në namaz, në çdo recat të namazit, kur e lexojmë suratul Fatiha, është një ajet në ta, ajeti 5 i surës Fatiha, ku themi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë Allah dhe vetëm prej teje ndihem kërkojmë. Dhe vetëm tek teje, tek ty strehim kërkojmë. Kjo është qetësimi yni me Zotin ton. Le tjetë dynjoja e kret karshi neve, kur e di
se e kom bë për hir të Zotit dhe se kjo vepër, kjo fjalë, kjo e mirë nuk më humbet tek Zoti, zemra më qetësohet. Edhe nëse nuk ta din robët. Mundet mos me ta ditë gruaja jote, burri, yt, apo fëmijët e tu, apo prindërit e tu, apo njerëzit në përgjithësi, një të mirë që e ke bë për ta, ti fillim dhe mbarim syno përfitimin e kënaqësisë tek Zoti yt, tek Allahu Teala. Syno që Zoti le të jetë i kënaqur me ne. E jo më mundu me arrit kënaqësinë e njerëzve, se një gjë e tillë është misioni pamundur që ti bësh të kënaqur të gjithë. Synimi yni primar është fitimi i kënaqësisë Allahut Teala, e pastaj shpresë që Zoti xhalla xhelalu do të na jepë shpërblimin e merituar dhe do të na ruajë nga e keqja e shpresuar që shpresojmë te Allahu Teala, që Allahu Teala ka me na ruajt. Allahu Teala tregon pejgamberi alayhis salatu wassalam një hadith pak më të gjatë që na e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, janë paraqitur mu ummet quhen pasues e pejgamberëve të Allahu Teala, njerëzit të cilët janë përgjigj thirrjes krijuesit tyne, Allahu subhanahu wa taala, dhe janë përgjigj thirrjes së pejgamberëve të përzgjedhur nga ana Allahu Teala, të dërguar tek njerëzit për t'i thirrë në rrugë të Zotit. Këta njerëz që i pasojnë këta pejgamberler quhen ummet, popull që kanë pasu thirrjen e krijuesit tyne dhe kanë bë jetën e tyne konform ligjeve të parashtruara prej Allahut subhanahu wa taala. Thot më janë paraqit më ummetët dhe pash një pejgamber, me të ishte një grup i njerëzve. I kishte pa Muhamedi sallallahu Allahu Teala prej mugjizave, se pejgamber duhet me pas mrekulli, prej mugjizave që i ka pas Muhamedi alayhis salam, ka qenë që Allahu Teala qoftë në ëndër, qoftë natën e Miraxhit, ja ka paraqit Resulullah sallallahu alaihi wasallam pamje të cilët njerëzit e thjesht nuk i kanë. Dhe ka mund me pa edhe pamje nga dita e gjykimit. Dhe një prej pamjeve të këtilla ishte ky hadith që e transmeton Buhariu dhe Muslimi, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kam pa popull, ummete, grupe, njerëzish. E shisha pejgamber ka pas me 10.000 pejgamberler të dërguar nga ana Allahu Teala tek njerëzit për t'i thirrë ata në rrugën e krijuesit tyre, Allahut azza wa jall. Thotë pash një pejgamber, me të ishte një grup. Pash pejgamber tjetër, me të ishte një njeri ose dy njerëz. Do të thonë shehte në pejgamber që kishte një grup njerëzish të cilët e kanë pasu, e kanë besu Zotin dhe e kanë besu se ky është i përzgjedhur prej Zotit për t'i thirrë në rrugë të Zotit. Dhe pash pejgamber thotë që kishte një ose dy pasues, me njënin ka dalë në ditë të Kiametit, që ky është përgjegjës thirrjes tonë o Zot. Pastaj pash pejgamber dhe me të s'kishte askush. I vetëm është dërgu pejgamber i Zotit, me po askush se ka besu prej njerëzve tek të cilët është dërgu. Prandaj mos u dëshpëro ti musliman nëse je i sinqert në thirrjen tënde tek Zoti yt, edhe mundet që edhe familjarët e tu mos me dëgju fjalën tënde, munden edhe fëmijët e tu, prindët e tu, gruaja ose burri mos me dëgju fjalën e mirë që ti u thua aty dhe i thret në rrugë të Zotit, mundet edhe njerëzit me të refuzu, me të sha, me të fy, me të nënçmu. Dhe ti atëherë me ron depresion dhe me mendu se ndoshta nuk është diçka në rregull me mu, s'po jam i bereqetshëm dhe nuk po dëgjohet fjala ime. Nëse e ke bën jetë për hir të Allahut dhe thirrjen e bën me fitu kënaqësinë e Allahut, për me largu njerëzit nga errësira në dritën e udhëzimit të Zotit tyne, shtetju Zotit, nëse Allahu a don të mirën, e bën që ata me dëgju fjalën e Zotit. Nëse nuk ja don të mirën, individ qofshin apo grupe apo popull, Allahu bën që ata mos me dëgju fjalën e Allahut, e Allahu i përgatin ndoshta edhe për ndërdenim më të madh. Prandaj mos humb shpresën. Kujto që ka pas edhe pejgamberler që përkundër asaj se janë ndihmu direkt prej Zotit, edhe me mugjizat të qarta që me sytë e tyre kanë mund njerëzit me i pa, dhe përsëri se kanë besu misionin për cilën janë dërguar nga ana e Zotit tek ta,
dhe ngjallën ditë kiametit se ka asnjë me veti, por Allahu e ngjallat pejgamber dhe e dërgon te popullit tek cilët ka qenë dërguar në këtë botë si dëshmitar nga ana Allahut, unë ju kam dërguar njerëz. Ju kanë thirrë juve në rrugë timen dhe ju keni refuzu dhe nuk keni pasu thirrjen e Zotit krijuesit juaj. Edhe pse ka ardhur një njeri nga mesi juaj dhe ju ka thirrë në gjuhën e juaj, por ju megjithatë nuk e keni pasu. Atëherë azabi është i pashmangshëm, dënimi është i pashmangshëm për të tillët. S'ka ma aty në o Zot na bën rahmet që tash po besojmë, tash kur po shohim zjarrin e xhenemit po e marrim vesh që paska qenë premtimi yt i vërtet. Na shpëto, na mëshiro, nëse nuk e përgjesh të qenë gjallë thirrjes së Zotit, për atë botë e ke vështirë ta kërkon mëshirën e Zotit që Allahu më të falë. Bide për ata që se kanë besu hiq Allahun, ose i kanë bë shok Allahut, rival, për ta shpëtim nuk ka. Çështja është e muslimanët që jemi sikur ne, që jemi mëkatar, a ka më na i falë Zoti mëkatet apo jo, ndërsa për njerëz që fare se kanë besimin, për ata ne nuk kemi mdyshje se dënimi është i pashmangshëm për tillët në ditën e gjykimit. Pastaj tha pejgamberi alayhis salam, pasha dhe pejgamber që s'kishte askush me të. Pastaj mu hap para meje një grumbull i madh dhe mendova se ata janë ummeti im, pasuesit e mi, por mu tha, ky është Musa alayhis salam dhe populli i tij, ummeti i tij. Mirë po ti than, shiqo këndej ka horizonti, kur janë një grumbull i madh, përsëri mu tha, shiko ka horizonti tjetër, dhe e pash përsëri një grumbull të madh, më than, ky është ummeti yt, e me ta, në mesin e tyre janë 70.000 veta që do të hyjnë në xhennet pa llogari dhe pa dënim. 2/3 e banorëve të xhennetit ndërun vllazën, insha Allah të përgëzuar kemi këtë mysh dhe nga ana Resulullah sallallahu alaihi wasallam do ta përbëjnë ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Allahu na bëf për banorëve të xhennetit. Allahu na mundsof që deri në frymën e fundit me pasu thirrjen e Zotit ton, Allahut krijuesit të gjithësisë, krijuesit ton, si edhe me pasu sunetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nëse i përmbahemi Kur'anit dhe sunetit, inshallah kemi shpresën e madhe mëshirën e Allahut, se ai do të na shpëtojë ditën e gjykimit. Prandaj tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, më than, ky është ummeti yt, e me ta janë 70.000 vetë që s'ka llogari. Para sa është numri e muslimanëve insha Allah që do të jenë për banorëve të xhennetit. Mesin e këtyne janë 70.000 që fare nuk do të shiqohen librat e veprave të tyne. Mangësit, gjunahet, mëkatet të cilët i kanë vepruar, nuk do t'ju shiqohen. Po me mëshirë të Allahut thuhet mbyllet libri i tyre i llogarisë dhe futen pa llogari, futen në xhennet. Pastaj në tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pastaj është ngritur dhe ka hyrë në shtëpinë e tij, e ka shtim Muhamedi sallam. Në vërtet Muhamedi alayhis salam u ngrit për mejlisin që ju kallzoi këtë dhe hyni në shtëpinë vet, hyni në dhomën e vet. Dhoma e Muhamedit alayhis salam ka qenë lidhur me xhamin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, me xhamin e vet. Dhe hyni Muhamedi alayhis salam. Ju shpjegoj këtë që 70.000 vet të këtij ummetit kanë me hyrë në xhenet pa dhënë llogari. Me po pastane ky llafi Muhamedit alayhis salatu wassalam bane që sahabët të fillojnë debatin dhe diskutimin mes vete se kush janë ata të cilët do të hyjnë në xhennet pa llogari dhe pa dënim. Disa thanë se ndoshta janë ata që e kanë shoqëruar pejgamberin alayhis salam. Fillon pak një dhon gajret vetit, thanë, ka gjasa me qenë shokët e tij, ne që kem qenë bashkë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka gjasa që ne të jemi prej atyne. Disa tjerë thanë, jo, ata janë që kanë lind në islam, nas kem lind si musliman, kem qenë në përshirk, po mos janë ata në që prej ditës parë janë konë muslimanë si kanë shoqëruar Allahut shok. Ata përmendën gjëra të tilla, e ndërkohë del Muhamedi alayhis salam dhe i pyet, thotë, ç'është ajo që po polemizoni? I than, jemi të fol për këtë çështje ja Rasulullah, se kush janë ata që do të jenë mesin 70.000 vetëve që do të futen në xhenet pa dhënë llogari dhe pa u bë azab, pa u dënu. Tha Muhamedi alayhis salam, tha, ata janë që nuk bëjnë rukje dhe nuk kërkojnë t'ju bëhet rukje. Edhe nëse të goditen nga ndonjë e keqe,
edhe pastaj në tha, nuk kërkojnë që dikush m'ju bë rukje, edhe Zotit tyne i pështetën. Është fjala për njerëzit të cilët për çdo sen menon se çetër kush ka faj. Është një problem te ne vëllazën kohëve të fundit po e vrej më të madhe. Çdo problem që na ndodh, fajsojmë palën e tretë. Kur nuk i fajsojmë gjunat tona, kur fajsojmë veten tonë. Ajo çfarë ndodh popujve të muslimanëve sot, gjithmonë kërkojmë fajin tek i huaj, tek jo muslimanët, ata spalojnë musliman me marë frymë, ata po sulmojnë, ata po vrasin, ata. Nëse është faj të ne, të popujt tonë, lider të muslimanëve i kanë fajt, mirë po shumicën e rasteve i që fajsojmë muslimanët. Thuaj se muslimanët e sodit nuk kanë faj, po kanë faj lider të tyne dhe armiqt e tyne. A realisht, neve qësht jemi, ashtu e kemi fatin. Nëse jemi të mirë, do të udhëheqemi për burrave të mirë dhe do të kemi fatin e mirë. Nëse jemi të keq, do të udhëheqemi për burrave të këqij dhe do të kemi fatin që të keq, që do të sulmohemi prej të këqijve. Nëse jeti burr i mirë, jemi përzojmë një grup prej 10 vetëve. Nëse jemi 7-8 veta që falim namaz, e 1 apo 2 janë me alkool, ata mërmendja që mundën që ky më ardhë dhe më na udhëheq neve. Nëse jemi nesh burrat mirë, nuk vjen dërum vllazë. S'mundet me ardhë, nëse këta janë për një me burrat mirë. Nëse të udhëheq i keqi, ti e se ti e i keqi. Nëse ti e pa namaz, femna jonë është pa shami, nëse ne nuk kemi moral, nëse neve e hajmë haramin, vjedhim, nëse neve e hajmë rishfetin, korupcionin, nëse neve e shesim dhe e pim alkoholin, nëse i kemi gratë si i kemi të zbulume dhe qikat tona, atërë normal që kanë me na udhëheq të tillët dhe mos e fajsot huin, se ti ke sjell fatin tënd të keq. Ti e ke bo hizmetin me të udhëheq i keq. E mas nene, jo vëllai, këta po vjedhin, këta të këqij, populli i mirë, s'mundet më konë, populli i mirë, e marë njëri që s'fal namaz, e marë njëri që se do ligjën e Zotit, me udhëheq me atë popull. Kjo është kema të kunu ju vëlla alejkum, që shka thonë Omeri radiallahu anhu, që shtjeni, udhëheqeni, keni mi pas prisit e juj. Fati i ynë varet shumë prej gjunave tona, prej të bomeve tona. Prandaj mos shkome një herë me thonë, pse i kemi punët keqë në shpi, hoqë në kanë bo si hire, s'pë në hecë muhabeti me grunë, hoqë si hire në kanë bo magji, s'pë në hecë me fmit, s'pi hecë fati martesës, e asë njerë mos me fajsum katin, gjunajnë. A gjunajt jenë faktor kryesor që në ndodhi neve të këqia, që në kufizohet risku, që se kemi lumëturin, kemi depresion. Shqoni sa depresioni është në popull. Sa njerës të pak naqëm ma që fare posedej. Se shpirti është i pak naqëm, o vlla, dhe ndëru me motër. Shpirtin e ke lanë pa ushqim, pa fjalën e Zotit. E ke mush vetën me harame. Shiqon haram, dëgjon haram, prek haram. Han haram. Veç për me arrit një standart më të mirë, nuk e shiqon auto e fitu me Allah me haram, auto vjedh, është të korruptu, është të marrë kredit, me miliarda euro, populli ynë është në për kreditin e bankare. Ta sharsye të ti, me pas që janë hoxha ata në gjendet mi, si shenë fut, po zori i ka shti, shumica prej neve, i bëjmë këto, për me pas një standard më të madh, më të lartë, futemi për me bë tregti, edhe futemi në për kësi gjana. Su në dorojmë në një tjetër, futemi në për kredi me marrë një banesë më të mirë. Darsëm do në me bë, futën të kredi, se do në me bë një darsëm të madhe që të përmendet. Ndeti do në me shku futët në kredi. Për çdo sensët njerëzit e kanë lehtësu haramin, e pasane nuk e dim çka kemi, po tutemi po na sulmojnë armiqt, po bëjmë shiqo gjendjen e muslimanëve, shko te hoxha, mundë me më lexu pak Kur'an se më dokën e na bë për me na lexu. Mas pari, lidhu me Zotin, mos shko me një herë me lipruke. Pështetju Allah, këta janë për aty në grupeve të cilët do të futen në hijen e Allahu Teala dhe do të futen në xhennet pa llogari. Pështetju Zotit tënd.
E Allahu Teala, inshallah, do të qelë rrugë. Ama, bëni për hir të Zotit gjanat. E pastaj pështet ju Zotit. Bëni sendën me halal, krye obligimet, e pastaj pështet ju Allahu Teala. Ti mos mëso për provime, mas të pështet ju Zotit, e more Zot, një ma, as një ditë s'ka lexu, s'di çka përmban libri. Ti mos puno, mos u aftëso profesionalisht, e pastaj kërkon një punë të mirë. Ti eduko qikën si o ma keq, e pastaj lype një nuse të mirë me të hynë shpej. Ti eduko djalin si o ma keq, mas e me lyp një nuse të mirë, ose qikën e ka të keqe e lyp një dhëndër të mirë. Nuk shkon ashtu vëlla, nuk shkon. Gjali pa namaz, e lyp vajza më konë me shami me namaz, edhe po oni hajtë se i ri o bot i mirë. Ja, a është djali pa namaz, më slyp nuse me namaz për atë djalë. Jo, këtë kastravec mas pari, gdhende, e tek pastare, lype qikën e hajrit të dikuj. Qika pa namaz, jepja djalit që është me namaz. Ti du të mi kalzu edhe prind me që. Mi thonë, e kom me vladin nuk fal namaz, vëlla. Nuk fal. Ja, e dini që ka të një femnat të cilet ndokje jenë me mbulesa nuk e ka namazin. Edhe pse janë të rralla. I kom tafëm, kom pa. Se fal namazin. Apo është ka kry shkollim fetar se fal namazin. Ma mos fes për gjematin e thjesht. Edhe këta mas e qohën ty të shanë, mjekra ati, këta në e prishën fejnë, ta bla bla bla. Zakonisht ta që ta shajnë synetin, vesh shqyqeni, sa kanë problem, këta kanë problem me namaz, gratë e tyne kanë problem me mbules, qikat e tyne i kanë pa mbules, me po shqyqeni këta jenë më të zëshëm me i shanë njerës të pasus të synetit pejgamberit ali salatu e selam. Dhe so po të ra rasti me pa diqka tek familjarët e tyne, i fshet që katastrofe kanë gjene, me po këta e marin e kanë plot gojen dashamirësi ndaj Zotit, dhe këta kanë misha pasus të sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thotë Allahu Teala, dhe vetëm Allah pështetu nëse jeni besimtar të sinqert. Nëse i sinqert i pështetesh Zotit, thotë Allahu Teala në Surat Maida ajeti 23. Në Surat Ibrahim ajeti 19, pra besimtarët e të pështetën vetëm Allahut Teala. Surat Al-Mulk ajeti 29, thuj ajo është mëshiruesi, ati i kemi besu dhe vetëm tek ai jemi të mbështetur. Sa ajetet e Kur'anit, ku Allahu në nëzit që të pështetemi Allahut Teala. Se mbështetja në Zotin të trimrën, dhe banë mos mu friksu, të jep forcë, të jep elan, të motivën, kër i pështetësh Allahut Teala. Për shembull, Allahu Teala na ka dhënë shembull në Kur'an të popullit Hudit alayhis salam. Ka qenë popull që ka ardhur mas Nuhit alayhis salam. Ka qenë shumë popull jashtëzakonisht i fuqishëm, i madh. Thot Allahu Teala që si ata, është fjala për popullin e Adit, popullin e Hudit alayhis salam, nuk është krijuar askush në tokë, Surat Fajr ajeti 8. Jashtëzakonisht kanë qenë të fuqishëm. Mirë po, Allahu Teala i ka dënu. Po Hudi a.s. është friksu për këtyne në thirin që i ka bo. Hudi a.s. nuk është friksu se i ka qenë i pështetur në Zotin e ti. Ata e kërsnun Hudin a.s. Ishin jashtëzakonisht fuqishëm. Ky ishte i vetëm mesin e tyne. Po i kishte marrë përsipër thirin në rrugë të Zotit. I thanë, ne nuk themi tjetër vetëm se dikush për i Zotinëve tanë të ka godit me çmendje. O Hud, ti po ndoket që si e në vinkëll tamam, ti e dalë, dikush për këtyne idhujve tonë që i keme ta Zotna tonë, të ka godit ty me çmenduri. A i tha, unë dëshmitare kom Allahun, e ju dëshmoni se unë jem lërë nga jo që ju i shoqënani. Unë këto që jem të ju thirë, tha e kom dëshmitar Allahun, dhe jam lërë për asaj që ju i shoqënani, jem lërë shirkut juj, kufrit juj, pabesimit juj që i bëni. Ju pra gjithë përpiqeni kundër meje e mos më jepni afat, po i sfidoj. Hajde tha, bënë tup, që thënë të ne populli pushka top të baft. Bënë tup. Edhe i sfidoj, përpiqeni kundër meje e mos më jepni afat. Hajnë mushim me mbot diçka. Që kjo është iman i vërtet në Zotin, që qëni çfarë imani, çfarë besimi ka pas Hudi alayhis salam.
Jo është forca më e madhe ushtarake, atë çka të bëjnë të kollin, të sosin e sende. Po, neve sot na sosin një grup i vogël, sot neve mund me na zgjesu. Se nas jena të lidhur lidhje të mirë vertikale me Zotin, dhe ata në mund me bo çka të dojnë me ne. Çka të dojnë mund me bo me muslimat e Zotit. Ama i vetëm ka qenë Hudi Alisa, ama shqyqen e qëfar besimi, qëfar svidimi ju ka bo, populli që konë më i fuqishmi në rruzull toksor, as për para, as për mrapa, s'ka pas njerëz më të fuqishëm në trupin e tyne, edhe në forcën që e kanë pas. Mos mipni afat ka thonë, përpiqeni të gjithë kundër meje, se unë jam shtetë Allahut, Zotit tim dhe Zotit juj, se nuk ka asnjë nga gjallësat e qajt mos i ketë nën sundim, vërtet Zoti im është i drejtë, surat Hud, ajeti 54 deri në ajetin 56. A mujtën mi bo diçka? S'mujtën dërum, vëllezër dhe motra. S'mujtën se Allahu i ua dërgoi dënimin dhe ja zgjësoj me erë të madhe. Shkatroj, kishin bo vendbanimet në vendet të larta, se e dini që Allahu i ka mbyt popullin e Nuhit a.s. i ka përmbyt me ujë, e thanë, ujë mund me narë, po na i bëjmë shumë nalt shpijat, hajde, a mundet dikush njeve me na dënu, Allahu ju qëj fortun të madhe, edhe i shkatroj jazgjësoj popullin më të fuqishëm në sipërfaqe të tokës. Se është Allah, Zoti i errave, Zoti i tokës, i termetit, i vulkaneve, Zoti i melekve, Zoti i njerëzve, shtazve, shpezve. Me Zotin mos hynë në luftë. Kush futet në luftë kundër Zotit ta di se përfundimi i dihet çka është në këtë botë. E për atë botë më mos flas se çfarë dënimi Allahu Teala përgatit për ta. Shoni për shembull besimtar në kohë pejgamberit alisa, kur u të bun luftën e Ahzabëve, u të bun mbi 10.000 vetë i sulmun musliman në Medine, edhe ju thanë, tash e keni hangër. Që tash e keni provoku dhe janë mbledh, kanë bë aleanca të mëdhaja, dhe është quajtur suratul Ahzab, surja e aladve. Kur e shitët e Mekës, mblodhen për plot fise për rreth që ishin mosbesimtar, politeista, dhe thanë, hajde po bëhemi bashkë, edhe një herë për gjithmonë, t'ja hupim farën këtyne. Mendonin se është ideologji e Muhamedit a.s. Harronin se është fe e Zotit e Allahu e mbron fen deri në ditën e kiametit ndërun vllazën. S'ka fuqi në rruzull toksor, në qiell dhe në tokë, që asgjëson thirrjen e Zotit. Ka mundësi me asgjësu disa barcë të kësaj thirrje, disa musliman, por thirrjen me mposhtë, kur? Se është e Allahut Azza wa Jalla, dhe që kjo është me pështet Zotit, me ditë se kjo fe ka me triumfu se Muhammed a.s. ka thonë, nuk ka me mbet shtëpi në rruzull toksor që s'ka me përmend emri Allahut, që s'ka me u thonë të Allah. Që kjo është me pështet Zotit, me ditë se ndihmë Allahut ka me ardhë, veç me një kusht, lidhur me Allahut që është ai don me të pa, lidhur me pejgamberin a.s. që është ai të ka mësu, se është urdhni Allahut Teala, e pas të pështetju Allah, pas të bën të vëkull në Allah Ta'ala. Të tillë ishin sahabët. Kur u thanë atyne, populli i dhujtarë të but ju sulmojnë, kini frikë, qa banën sahabët e pejgamberit a.s. 3-4 i bike me luftu, një me 3-4 ushtar armik. Ato ne ishte ballafaqim shpat, karshi, si ishte këto ne luft në distancë. Çfarë thanë? Kjo vetëm se na shton edhe më shumë besimin. Dhe thanë hasbun Allah wa ni'mal wakil. Neve na mjafton që e kemi Allahun, e sa mbrojtës i mirë është Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa mbrojtës e kemi të mirë Zotin ton. Çka është besimi? A ju një mëj Allahu? Ju një mëj të ndërru Allah. Sënë së në Allahu pas një muaj rrethimit të Medinës u dërgoi termet, u dërgoi frym, u dërgoi ftofje të madhe, një mot të ftoft jashtëzakonshëm për rrethonat e syedhesës arabe dhe u detyru me u tërhek prej muslimanëve. Edhe ishte hera fundit që ata erdhen në Medinë, më mënu me azhësu musliman, e pas asaj, pas të Allahu Ta'ala dha ndihmë dhe zbriti ndihmën dhe Muhammedit alayhi salatu wassalam.
ka shumë të mira mi u pështet Allahu Teala. Dietarët i kanë numëruar disa prej këtyre të mirave të nderuar vëllezër, në një mi u pështet Zotit, masi i ke marrë sebepet, është prej shkaqeve që Allahu më dasht. E Allahu kur dën, ai nuk dënon. As në dynja e as në ahiret nuk dënon zjarmin e xhenemit. Allahu kur dën të bën dashur, Allahu dashurin e vet e bën dashur edhe të robët e Zotit, dojnë edhe njerëzit. Është fjala për njerëz të mirë, se i keqi me dashur është problem, po me dashur të mirët. Prandaj kur i pështetesh Allahut, Allahu nuk dënon. Allahu të dën, e kur dën i bën edhe krijesat me dashur, dhe Allahu përgjigjet lutjes tënde. Se kur dën pastaj ne ta ngon duan, se i dashuri Allahut Teala. Prandaj thot Allahu Teala, e kur të vendosësh diçka, fe idha azamt, kur ti merr sebepet dhe je vendos me bën një punë, atë pështetu Allahut, se Allahu i dën ata që i pështeten atij. Allahu i dën ata që kanë tevekul në Zotin, që i pështeten Zotit. Sot Ali Imran ajeti 159. Pastaj ne për dobive tjera të tevekulit pështetës në Allahu Teala është që Allahu ja shton rrezikun. Lebre për një punë për hir të Allahu Teala, o që kom qëtë punën vëllan në bank, po stina i punë tjetër, e kom kry shkollimin, edhe unë du të me punu me kamat, rrogën e kom të mirë, le vëlla se zbën me punu me kamat, po ma une, ku me shku? Këtu po paguat mirë, unë tash me shku, po përgjysmohet rroga. A ka thënë Muhamedi alayhis salam, men taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khayran min, kush e lën një sen për hir të Allahut, Allah ja kompenzon me më të mirë se që e ka lënë. Le për hir të Zotit, se haditha, Allah ta kompenzon, hem të njojmë në ahiret. S'po të më Allah ta shton ma shumë, ta kompenzon me më të mirë, qoftë me shëndetin më të mirë, qoftë me raportin brenda familjes më të mirë, qoftë me evlat më të mirë, qoftë me raportin me njerëz më të mirë, qoftë psikologjin tonë dhe ta bën më të mirë, se sa nëse i ki riskun me haram. Ama dije, që po i pështetë Allahut, Allah e ka me ta shtu riskun Allah. Sa njeri e kalon një punë të haramit dhe i pështetë Allahut, përveç se e ka pa që pas tani i ka dalë ma mirë. Ti mos typ që ty për që aty ne, me dalë ma mirë. Ama fundi ka me dalë që e kanë ma mirë, se nuk e rëndë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi alayhi salatu sallam në një hadith që transmeton Tirmidhiu ibn Majah dhe Imam Ahmedi, dhe ka përmend Sheikh Albani në hadithet sahiha me numër dorë 310, thot pejgamberi alayhi salam, sikur ti mbështeteshit Allahut me një mbështetje të vërtetë, me tevekul të vërtetë, Allahu do t'i furnizon të ju sikur që i furnizon zogun, i cili del mëngjes i uritur e kthehet në folen e tij i ngopur. Ama ne jo, ne dojmë me punu me haram. Jo, s'tjep kërkush sot, bla bla ma bet, ko, po kërkush nimen. Groj gërbës, edhe punë, fito, se s'tjep kërkush. Me që ka me fitu? Me haram, apo? Pe lyp ka mështerijet i me shit alkoholin, apo? Se lakmija e madhe, se du të me pas, aty se mas e s'pom hin mështerin. Kemi pas rast të ne të ndërum vlazën, në qytet po flasë të une që e ka pas gastronomin e ka pas me alkohol, e ka heke, pas tani i kanë bo problem vlaznit e printe, sende, pse e hoqe, në undru struktura mështerive, mështeris për vine, vike, bëjke ankesa. Sot, elhamdulillah, Allahu të tilve, dhe jem dëshmitar i kësa, që farë po e them vet, sot kanë pika e pika në qytetet të ndryshme të Kosovës, Allahu ja u ka shtu shumë bereqetin. Edhe pse e kanë pas një fillim të rëndë, në fillim kur janë largu prej alkoholit dhe derisa është bën ndryshimi i strukturës së mështerinëve, klientelës së tyne, që kanë pi e për me ardh ata që spin, me po sot i kanë punët, elhamdulillah, për me i marë lakmi. Më le për herë të Zotit, doro për herë të Zotit, përfundimi është i mirë, inshallah, tek Allahu Teala dhe të qënë risk Zoti i ytë. Ai që i pështetjet mirë Zotit ti, dhe ka mendim të mirë për Zotin e ti, Allahu e ruan prej kurthit të shejtanëve. Që për shembull na ka mësuar pejgamberi kur dalim prej shtëpisë dhe kët praktikonin ndërum vllazë. Secili prej neve duhet me praktiku kët dua. Kur del prej shtëpisë, del me kamën e majt. Edhe thuj bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, naman ta Allahut. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah, Allahu t'ju pështeta. La hawla wala quwwata illa billah. S'ka lëvizje, s'ka send që ndodh, s'ka ndryshim, e as forcë
përpos që ndodh me vullnetin Allahu Teala. Allah është për mi kret është. Thuje këtë, i thuhet e ketë mjaftueshme, u udhëzove dhe u mjaftove dhe u rujte. I thuhet për belaçeve, kitë mjaftueshme. Dole me emën të Allahit për jashtë. Ju pështetë Allahit të mjafton ty Zoti. Ibrahim a.s. njëtë kër e patën qetë në zjarë, njëtën lave pa ta, sikur sahabët në rrethimin e Medines, kur e thënë, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ibrahim a.s. kër e qitën në zjarë, autut, jo tha hasbi Allahu wa ni'mal wakil, mjafton Allahu sa pështetësit mire kom Allahun. Allah e pjalloj që është në time. Fawattu amri ila Allah, po aloj që është në time Allahut Ta'ala. Edhe ti, kur po del me komën e majtë, hyjet shpi me kom të djatë, e dilet për shpis me komën e majtë. Thuj bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah, i thuhet, ty të mjaftën, që kjo që e ke bo, u dhëzove, ke punu me udhëzim, u mjaftove dhe u rujte, edhe largohen prej ti shejtant. Nuk shkon koma e këti në haram, nuk shkon me hongër haram, praktikon e ndërum lazën, udhëzimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe shiqon e bereqetin nga unë Allahut Ta'ala. Se kush i pështetet Allahut, për dobive tjera, se të mjafton Allahut, sikur që ka premtu Allahut Ta'ala, e kush i pështetet Allahut, ati ai i mjafton. Dhe bëthot surët Talak, ajeti i 3, a nuk është Allahu që i mjafton robit vetë, surët Zumar, ajeti 36, a nuk është Allahu që i mjafton robit vetë, as për mjafton juve Zoti, më pështet Zoti që riski jo në dorë tia. Nuk ja jep djalit i cili ka ku me ditë sa gjendën e mirë, pse se si ka shumë punë të mirë, apo ja jep djalit, vajzën ja jep djalit që s'fal namaz. Edhe çka të thu, po fal ke vre namaz ky, po i ri jo be Zoti është udhëzuesi, i jep udhëzim Allahi. Po mirë, as ke Zoti furnizuesi që jep rreska. Ha, herën e parë tutet i mja dhanë ati, vajzën, e për këto pse e ka gjendën e mirë ekonomike, po është i pa namaz, për këtone, po Zoti e ka rahmetin e madh, to e udhëzon Zoti. Se është udhëzimin dorë të Zotit, s'ban me hupe mytin të Zoti. E që hupe mytin se Zoti është Rezzak, e jep riskun, apo veç pse ta kona aty. E mase kurso vajza rahat, hyjëm me shku të hoxhallar, të bre diçka ju kanë bos pjo hec muhabeti, si kanë punë të mirë. Trit, i kanë bosë i ire. Allah i na uzoft. Shqo ma mirë nësëm që ka rujtë Allahu Ta'ala, që ka kuptu ajetën e Kuranit pejgamberi Zotit. Tu këthy prej një betejes muslimanët, në kryme Muhammedin a.s. dhe të rëka, ishte një prej luftrave, jenë nalë me pushu, edhe Muhammed a.s. mu pushu në njën e një lisit, e lanë vetën. Erdh një për mushrikve, që e kërkon të me zonë Muhammedin, dhe kur e pa Muhammed a.s. vetën. Erdh, e nëzori shpatën, kër i qeli sytë Resulullah s.a.s. me shpat e pa mbi kokën e ti. Dhe i tha Muhammed a.s. E tash o Muhammed, kush ka me të shpatu ty? Që tash? Tash ku ki me shku? Tash të kom ndorë. E qa boni Muhammed a.s. Vlau i Hudit a.s. Vlau i pejgamberve trima, vlau i Ibrahimit a.s. që si utut zjarit, a i si utut popullit që e kërcnu. Bile ju tha, mledhoni tup, edhe hajde bëne që ka doni me ba. Se unë e kom Zotin, mu mjaftën Zotin. Që i tha Muhammed a.s. Njëti insan, që ka i thanë edhe pejgambert para ti. Kur i tha, kush të shpëtën, mas pare pytja, apo tutë është Muhammed, apo frikësosh, tha Muhammed a.s. Jo, trimi trimave, burr i burrave, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammed a.s. Kush trun, tha ty, tash, kush trun për dorës time, o Muhammed, shumë thjesht ishte përgjigja. Allahu është që na ruan. Veç nesim të rujt fejnë Allahut. Ihfadhillah yahfadhuk, thot Allahu Ta'ala. Ruje fejnë Allahut. Ibn Abbasit i tha pejgamberi alayhis salam. Ruje fejnë Allahut, Allah i trun. Ruje Zotin, Zoti trun. Ruje ligjet e Zotit. Ruje urnat e Allahut. Ka thin namaz, fal namaz, ka thin bulez, bone. Ndalo për ndalesave, mos e ha haramin, mos e ha rishvetin, korrupsionin, mos e ha prefitimit haramit, hajnis, rakis, kamatës, ruju. Nëse e bë këtë punë, Allah të rujt. Kush të rujt? Tha Allahu,
ta'ala mrun. E pastaj i ra thika, subhanallah, i ra shpata. Momente që tha Allah i mrun, ju dridh dora dhe i ra shpata. E kapi Muhamedi alayhis salam shpatën e tij dhe i tha, e tash ty kush të pështon prej dorës time? Ty tash, kush të pështon tash nga une? Kush shpëton ty nga une? Atëherë ndroi llafi, ti bënu i mirë që tash bre se na ty të njohim për burr të mirë, rahmetçie, babën e rodin e sojnë, o s'ka me ty, bëre mos e bën si unë, që unë e bona veç ti mos e bën. Atëherë tha Muhamedi alayhis salatu wassalam, apo jep shahadetin, apo thu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, tha ja. Edhe ai burr. Edhe ai nuk i ka plej tuta atyne që më ndru fen. E masë mi tha Muhamedi alayhis salam prej tutës e pranej. I tha veç po ta jap fjalën, kur mos ku me ardh me të luftu. Ko me të pranu edhe shahadetin s'po jap, ama armiqsin s'ko me bën ndër ti. Dhe e la Muhamedi alayhis salatu wassalam, se nuk ka qëllimin islam me vrarë njerëz. Qëllimi nuk ka me azgjësu, qëllimi është me ndru njerion, me shpëtu njerion. Qa kështë e bo Muhamedi alayhis salam më paskon? Me nefs, me punu, me epsh të vetin, me ego të vetin. Haja, ti më kërcnove, tash do me pështua. Jo harroje, edhe me vra. Jo, ky ka që rahmetë lil alemin, mshirus për botrat, dhe e mshirej. Se qëllimi jo me të pështu ty në dynjë dhe në ahiret. Dhe e lirej, e la të lirë me u kthy në popullin e vetë. Shkoj ai në popullin e tij dhe tha, po kthehem prej njeriut më të mirë që kom pa në herë. Hadithin e transmeton Imam Ahmedi dhe është hadith sahih. Ka transmetuar dhe tjerë. Prandaj pështetju Allahut Taala se kjo të sjell qetësi, rehati, siguri nëse i pështetesh të Allahut Taala. Se Allahut ka thirë, vetëm Allahut pështetjuni, thot Allahu Taala besimtarët le ti mbështeten vetëm Allahut, surat Ibrahim, dhe kemi shembullin e nanës Ismailit, e cila Haxheria, e cila kur e la prej Kutsit e mur e çoi në Mekë të zbrast dhe e la në atë vend, ajo e pyeti kur e la, pse po m'len këtë vend? S'ju përgjigj, pse po m'le, s'ju përgjigj, herën e tretë tha, Allahu të urdhënoi me na lënë këtë vend, tha po Allahu më urdhënoi, tha atëherë ec se Zoti nuk na humb neve. Kjo ka qenë tevekkul, mendimi i mirë në Zotin. Dhe Allahu nuk i la. Ja dërgoi Xhibrilin alayhis salam, tregimi është i gjatë, e pas e Xhibril alayhis salam me krihtë e tij e preku tokën, dheun dhe buroi uji i Zemzemit, e pas të dërgoi fis prej fisëve të Jemenit, të cilët u vendosën aty pranë ujit dhe e rriti djalin e vet, e pas të në Ismail alayhis salam u rrit, e erdhi Ibrahim alayhis salam me urdhën të Allahut dhe bashkë me djalin e tij Ismailin, që të dy pejgamberët e Zotit e ndërtuan Qabën që ekziston sot, i ngritën muret e Qabës. Ky është tevekkul në Allahun. Allah na bëft për atyre që i zbatojnë urdhat e Zotit, e pas të në i pështeten vetëm Allahut dhe vetëm për ti ndihmën e kërkojnë. Allahu Taala është ai i cili nuk do të na zgënjeje nëse i drejtohemi atij dhe i pështetemi atij, sa ai është mbrojtësi më i mirë për ne, mbeqen për kujdesën dhe mbrojtjen e Zotit tuaj dhe tonin, deri takimin e radhës. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.